Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi prokurorinë e posaçme se dështoi të luftonte krimin elektoral në procesin e 11 majit, një ditë pas deklaratës së drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani, se kallëzimet e partive kanë qenë të paplota e shpesh jo të sakta. Berisha nga selia e Partisë Demokratike deklaroi se SPAK-u ishte bashkëpunëtor i Partisë Socialiste në krimet zgjedhore. Farsa elektorale Xheveshi Lakuriçi Altin Dumani tregoi se ai është ortak komplic në këtë krim të shëmtuar elektoral. Këtu para jush janë paraqitur, si që dini ju, dokumenta të shkeljeve më të rënda ligjore në qendrën e votimit. Ku shëtejmon përveç përkatësisë ti kriminale partijake Altin Troplinin për të nisur kryesisht çështje, le që ne kemi të dorëzuar aty mbi 40 çështje. Ai mbrohet sepse është mburoj e krimit më të shëmtuar elektoral dhe amnistisë. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se udhtoi me charter drejt samitit të NATO-s, duke lajmëruar se në shtator Partia Demokratike do të kërkojë edhe një herë komision hetimor për udhëtimet e shefit qeverisë. Dhe do kërkojë dhe mbështetje ndërkombëtare për të hetuar si këto shpenzime, ashtu dhe baulet diplomatike, se kur udhëton kryeministri zakonisht udhëton me valizhin e tij, por nëse ka një seri të pafundme baulesh, atëherë aty thuhet se është transportuar, janë trafiqe ilegale, monedash, droga, apo ku ta diu, nuk mund të them se duhet hetimi. Po të dhanat i kam absolutisht shumë të qarta. Ndërsa në lidhje me procesin e 11 majit, Berisha publikoi sot të dhëna për 12 qendra votimi në Elbasan, ku pa rregullsitë përfshin flet votimi më tepër, flet votimi pa vul, flet votimi që mungojnë, element këto që sipas kryetarit të Partisë Demokratike ngren dyshime për mbushjen e kutive të votimit. Proces verbali 07